A beson që sot e presim armikun në shtëpi nëse na vjen besë? Ajo duhet me do mos. Duhet e di që duhet. Besoj si po. A e bojmë ose e bojmë, se me e dash duhet. Nëse armikut vjen me besë normal, besa nuk thyhet. Realisht të shqiptarët është vërtet, po. nuk thyhet, realisht. Amo tash pendojnë edhe besën, tani vërdet, pendojnë dorën me besë mbi kushtetut po. Të Shqipërisë, të Kosovës, mirë po për na rezultojnë që janë hajnë atë më të mbaje që po ekzistojnë. Edhe pse pendojnë dorën që betohem, që do punojmë me ndershmëri dhe me drejtësi në vendin tonë, për kushtetutën tonë. Mirë po, politikanët fatkeqësisht i kena më të korruptuar se kërkush tjetër. Tash besa, a besë kjo kur e dorën në kushtetutë apo jo? Po. Normalisht po. Edhe kur thotë betohem, edhe ajo po. A është e kundërta asaj që po bëjmë politikanët, po marr shembull është politikan, e tash pyetja është që kur ta vësh dorën në kushtetutë, edhe të betohesh se unë kam të punu me ndershmëri dhe me drejtësi. Edhe me dal në statistika apo ku diun në popull si korruptum në tana format, për mu besa bjen poshtë këtu. E tash me ardh hasmi nder, e me ta dhon besën, a ka mo burra që e mojnë besën fjala? Unë mendoj, pra po kthena, unë gjithë një flas për kanunin. Po. Ata që bazohen kanonin edhe në kuptimin e besës shqiptare, jo vetëm kanonore, por në përgjithësi, besa është diçka dhe më e madhe se kanuni.